prej aty, pash pak më herët një nga të përndjekurit që në fakt ka qenë protagonist në media. Gjergj, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si është morali? Morali është më i lartë se Everesti. Sepse kemi një gëzim e nderuar me gazetare. Mu sot me mush djali 10 vjeç. Ka pas ditëlinjen. Po sot djali im festoj ditëlinjen. I jati ti ishte në grevurie duke kërku drejtat e njeriut. Pranaj, sot djali im do ta quaj demokraci ditëlinjen e tij, po më falni deshta me të pyet për shëndetin e bashkëbujësit tonë Petrit Muka si shkon. Jemi duke kërkuar informacion sa po ta kemi do ta përcjellim drejt për drejti, sepse jemi duke u marrë me atë. Pjesa tjetër e grevistëve si është? Pjesa tjetër ka ndonjë shqetësim? Faleminderit. Është ambulanca aty që u erdhi sot? Ambulanca sa erdhi ambasadori amerikan, ku sot për herë të parë unë do e quaja veten dhjetori 91-shit, ku ishte 90-s, sot është në Shqipëri se për herë të parë u ballafaqum me tribunën e demokracisë botës për faqësuesin diplomatik të Amerikës, zotin Arvizu. Dhe ambulancën e keni aty për çdo gjë? Ambulanca erdhi. Në rregull. Ambulanca erdhi kur ai ishte në hike. Po atë punë na bënin kur vite noi kry kriminal për të vizitu burgjet e spasit të Çavzbarit, ne polis na thonin rregulloni krevatin. Te i thash ambasadorit unë. Edhe aty arriti një ambulancë me benzinë, pa benzinë nuk e di, por do të jap këtë si haric. Për gjithë bashkëbujësit e mi. Po. Edhe nderin atyne që kanë vdek, që vdishen pa njoft një orë demokraci. Se sot u ballafaqum zyrtarisht me tribunën e demokracisë botës, ku ambasadori amerikan na premtoi do të vinë edhe ambasadat tjera. Ambasadat kanë për të ardhur, por këtu, bashkë me bashkëbujësit ku jemi këtu, ne quajmë ambasada amerikane këtu. Faleminderit Gjergj, po, kthem pak në panel. Nuk e zgjidhin dot as ambasadorët as ambasadat këtë problem, apo jo zoti Bllëshme? Apo e zgjidhin? E zgjidh. Po doja ambasadori amerikan, këta e dhe kam kryq.